Georgina Rodriguez mori pjesë në Met Gala me një fustan të frymëzuar nga princesha Diana. E dashura e Cristiano Ronaldos bëri debutimin e saj në Met Gala të New Yorkut mbrëmjen e së hënës. Bukuroshja Georgina Rodriguez, 31 vjeçe, u shfaq me një fustan elegant të zi, me dekolte të theksuar dhe me dantel në pjesën e kraharorit që ngjante me një veshje intime për natën, por në fakt fustani ishte frymëzuar nga një figurë shumë e rafinuar e familjes mbretërore britanike, princesha Diana. Fustani i gjatë i kujtonte shumë stilin e fustanit slip të dizajnuar nga John Galliano, të cilin princesha e kishte veshur në Met Gala e vitit 1996, hera e parë dhe e fundit që ajo mori pjesë në këtë ngjarje të famshme të modës, përpara se të ndërronte jetë në moshën 36 vjeçare në vitin 1997. Drejtori kreativ i markës Vetements, Guram Gvasalia, tha se për krijimin e këtij fustani ai preu dhe kombinoi 10 xhaketa dhe pallto të qepura me porosi. Pasi i ndam, i bashkuam të gjitha në një fustan bërëmie të vetëm, të qepur tërësisht me dorë, duke i dhënë trajtimin e vërtet të Vetements Couture, u shpreh Gvasalia. Veshjet arketipale mashkullore u riformësuan në një siluet sensuale dhe të personalizuar, shtoi ai. Qëllimi ishte që Georgina të dukej si një princesh. Desha t'i jepja Georginës atë moment princeshe, u shpreh dizajneri. Ajo është princesha e popullit, e ditëve tona dhe mbretëresha e zemrave të njerëzve. Jo çdo fustan ka nevojë të jetë një parallë, por ky është i tillë.